Partia Socialiste e Shqipërisë nga ky kongres i shpreh vendit, botës dhe të ardhmes mesazhin që ajo do të vazhdojë të luftojë demokratikisht për të mbetur një nga forcat dhe alternativat kryesore politike të jetës së vendit dhe të jetës europiane. Nëna ime, ditën që unë nisa për prokurori, dhe tash unë të vonohem qa. Më tha të kuptoj birë, do të presë. Edhe autoritetet që më dhanë mundësin t'i jap lamtumirën e fundit bashkë me njerëz dhe mi më të afërt, nënës time. T'i falenderoja sepse do të përgëzoja faktin që ata e njohin anë pushimit, para vdekjes edhe hasmrit kulinarëve. Nano truri Europian. Ku je për qëra të akuje? Ne kemi ditur dhe kemi mundur të ruajmë traditat më të mira, të përtërim vetveten dhe të ndryshojmë Shqipërinë, duke u përballur me sfidat e zhvillimit dhe duke ecur me hapin e kohës. Ta kalojmë stafetën nga etrit te bit, duke mbajtur në paralel të shoqërisë shqiptare një forcë shumë brezësh, e cila po europianizon Shqipërinë me energjinë e rinisë dhe me pjekurinë e veteranëve. Le të vazhdojmë reformat për ta ngritur Shqipërinë në standardet e Bashkimit Evropian për zhvillimin ekonomik, për sundimin e ligjit dhe për luftën ndaj korrupsionit. Ky është misioni ynë historik dhe sfida jonë me kohën dhe me vetveten. Askush tjetër nuk mund ta përmbushë këtë mision. Pa arritur këtë pikë të pakthyeshme, gjithçka keni bërë do të mbetet punë e papërfunduar. Le të vazhdojnë ditët dhe vitet e bardha për Shqipërinë dhe për brezat që vijnë. Rrofshi dhe qëllofshi gjithnjë në shenjë. Let it be, let it be, let it be. Wish it was wisdom. Let it be. Okay.